Bashkë bisedoj me zotin Kaplan Sulej. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jemi ne sot. Nëse unë ju pyes drejt për së drejti, si jemi ne në raport me sigurinë ushqimore, për cilën ne kemi folur, kemi qenë prezidenti sa herë në fakt edhe në këtë studio, por meqenëse se na i rikthyen si detyrim për ironit fatit. Bet fjalë për standardet e sigurisë ushqimore dhe kryesisht për standardet e sistemit të sigurisë ushqimore. Kryeministri ka lançuar për rëndësinë që ka ky sistem dhe për një ngjarje e cila tregon që ne nuk kemi akoma në kushtet që kërkon Bashkimi Evropian, nuk plotësojmë standardet. Pra, sistemi i sigurisë ushqimore çalon dhe nuk është i konsoliduar, nuk përmbush standardet që ka Bashkimi Evropian. Pra, e marr kjo në element të veçantë, do të thotë që ne nuk përmbushim akoma të gjitha kushtet që ka kapitulli 12 integrimit, i cili i përket pikërisht sigurisë ushqimore. Ajo që vjen të re është fakti që kryeministri dhe qeveria natyrisht po lançon dhe po bën presionin e duhur për të riorganizuar të gjithë sistemin e sigurisë ushqimore dhe për të krijuar një sistem ashtu siç është ai i modeleve të Bashkimit Evropian. Por para se të futemi dhe të analizojmë të gjithë sistemin e sigurisë ushqimore, unë dua të theksoj që sistemi i sigurisë ushqimore i vendit tonë është një sistem afro 30 vjeçar, i cili ka patur ndryshimet e vetën. Dhe në vitin 2010 ai ka patur një riorganizim, është krijuar një agjenci që quhet Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, i cili është dhe institucioni kryesor, është dhe autoriteti kompetent në vendin tonë për sigurinë ushqimore. Kështu që e gjithë barra e sigurisë ushqimore kryesore në aspektin e integrimit është e fokusuar pikërisht te ky autoritet. Pra se elementeve të tjerë përbërës të sigurisë ushqimore, të cilët janë operatorët e biznesit ushqimor, është pjesa e politikave dhe pjesa legislative, të cilat janë më të thjeshta për të realizuar në krahasim me performancën e këtij institucioni që është mjaft i rëndësishëm në vend. Ajo që ka ndodhur është fakti që ky autoritet është pezulluar në aktivitetin e tij dhe ka një kohë të gjatë që nuk kryen inspektime në fushën e sigurisë ushqimore, kryen inspektime të kufizuara, por nuk arrin që të plotësojë dhe të përmbush gjithë detyrimet ligjore që ka ky autoritet për të mbuluar të gjithë zinxhirin e prodhimit të ushqimeve, të tregtimit, të ruajtjes, madje nuk kryehen në 100% gjitha kontrollet zyrtare. Pra, jemi në një situatë ku kërkohet të ndërhyjet menjëherë. Kërkohet që të paktën me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit duhet filluar menjëherë puna për krijimin e një institucioni ose riorganizimin dhe krijimin e një modeli të ri të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Ju po më thoni që ne deri tani e kemi gati në kufijtë e inekzistencës apo të kapur apo të përfshirë në korrupsion akon? Jo, unë dua të them që akuja kryen funksion, kryen inspektime të kufizuara, por fakti që ka një akt pezullimi, një akt për riorganizimit të AKU-s e ka zbekur punën e AKU-s. Madje unë për informacionet që kam, ka raste kur ata inspektorët nuk dalin në terren, sepse po rinë për zyra dhe nuk inspektojnë. Dhe kjo ka sjellë që të mungesën e inspektimeve dhe kontrolleve zyrtare në terren. Pra, ka rënë puna e AKU-s, njëkohësisht edhe niveli inspektimeve sjell ulje të nivelit të sigurisë ushqimore në vendin tonë. Pa inspektime, pa kontrolle zyrtare, ne nuk mund të konceptojmë që të kemi vërtet një sistem sigurisë ushqimore funksionar. Dhe unë dua të theksoj që pavarësisht AKU-ja që ka kaluar një periudhë rreth 15 vjeçare në eksperiencën e këtij institucioni, ky institucion nuk ka arritur që të marrë formën dhe një institucioni të qartë, një institucioni i cili të kryejë misionin e vet siç e ka ndërtuar ligji, të performojë në mënyrë korrekte në zbatueshmërinë e ligjit dhe të kryejë në mënyrë të plotë gjitha kontrollet zyrtare.
Pra, mungesa e performancës ka sjellë që ky institucion duhet të riorganizohet. E kuptoj. Dhe besoj për këtë po flet edhe kryeministri Edi Rama, se po qarkullojnë edhe emra të cilët ndoshta mund të marrin drejtimin e AKU-s për ta kaluar në një tjetër stat, po kjo është në një tjetër moment. Ju pyes cila është lidhja mes AKU-s, laboratorit të ISUF, që bën analizat ushqimore pra, dhe verifikimit të mallit që vjen nga importi deri në tryezat tona. Lidhja që ekziston, po t'i referojmë ligjit të ushqimit, dhe licitacionit shqiptar, ka një lidhje midis autoritetit kombëtar të ushqimit dhe Institutit të Veterinarisë dhe Sigurisë Ushqimore. Lidhja i përket kryesisht aspektit teknik të kontrolleve zyrtare që janë të lidhur kryesisht me kontrollin analitik të ushqimeve. Por njëkohësisht duhet kemi parasysh që siguria ushqimore nuk është vetëm kontrolli i ushqimeve, i produkteve që prodhohen nga fermat, por është përfshirë njëkohësisht edhe kontrollin primar të prodhimit në fermë, ku përfshihet shëndeti i kafshëve dhe shëndeti i bimbëve. Ne kemi sot dy autoritete që operojnë në sigurinë ushqimore. Kemi autoritetin kombëtar të ushqimit dhe Agjencinë e Veterinarisë dhe të Mbrojtjes Bimbëve, gjë që nuk shkon. Kemi dy institucione shpeshherë me mungesë ose mbivendosje kompetencash ose mungesë kompetencash në kryerjen e aktiviteteve rutinë të tyre, por cili është roli që ka ISUF-i ose Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë. Roli që ka është kjo është qendër referencë kombëtare. Kjo presupozon qofse kryet një kontroll zyrtar, një kontroll analitik në laboratorët rajonal të Autoritetit kombëtar të ushqimit, ky institucion vjen në ndihmë për të dhënë kompetencat e veta profesionale për të saktësuar matjet apo vlerësimet analitike të cilat kanë kryer laboratorët rajonal. Por çfarë ndodh? Ne jemi në një situatë ku laboratorët rajonal të Autoritetit kombëtar të ushqimit kryejnë testet kufizuara, nuk arrin që të përmbushin gjithë spektrin analitik që kërkojnë standardet për kontrollin e ushqimeve. Kështu që Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, por edhe AKU-ja natyrisht ka kërkuar ndihmën e këtij institucioni, sepse është mirë kualifikuar, kryen më tepër teste analitike, është institucion që është i akredituar për testet që kryen, ka kërkuar që të plotësojë të vakum që ka sot AKU-ja në sistemin e vet të laboratorëve. Që do thot, ne kemi vakum dhe kemi mungesë të laboratorëve. Çfarë shkruhet në etiketën e produkteve, i bie që nuk është analizuar dhe ajo deri diku është falso. Shiko çfarë ndodh në vendin tonë. Natyrisht ka vakum, ka probleme të pazgjidhura, por për kontrollin e ushqimeve kanë hyrë në lojë edhe laboratorët privat, të cilët janë të autorizuar për kryer matje dhe vlerësimet qofte të përbërjeve nutritive të ushqimeve, qofte edhe për përcaktimin e rreziqeve të ndryshme në këto produkte. Në këtë kontekst, pavarësisht të laboratori kanë ardhur në ndihmë sistemit shtetëror dhe sistemit laboratorëve rajonal të AKU-s, ngelet detyrë dhe ngelet një vakum kontrolli analitik i ushqimeve. Për faktin sepse laboratorët nuk kanë kapacitetet strukturore dhe humane për të mbuluar gjithë spektrin analitik. Unë dua të theksoj që ka një nisëm nga AKU-ja dhe nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për reduktimin e laboratorëve rajonal të AKU-s. Dhe ky reduktim do të jetë në të mirë të pikërisht të sistemit laboratorik, për faktin sepse ne kemi shumë laboratorë rajonal. Çdo qark ka një laborator. Është e pamundur që Shqipëria, një vend kaq i vogël, që të fuqizojë 12 laboratorë rajonal të kontrollit të ushqimeve. Kërkohen kapacitete infrastrukturore dhe humane, të cilat janë të pamundura për vendin tonë. Kështu që në një studim që është bërë dhe natyrisht ka shumë studime për numrin e laboratorëve dhe si duhet të riorganizohen këta laboratorë, unë mendoj që ky numër duhet të shkojë ose në 5 ose në 3 laboratorë. Dhe ka që mjaftojnë vendin tonë, për faktin sepse infrastruktura e vendit tonë është zhvilluar, kështu që mostra nëse merret në një pikë doganore ta zënë për kontroll në hanin e fotit,
mund të shkoj për 2-3 orë, mund të shkoj të analizohet dhe në Tiranë apo në një laborator tjetër i cili kryen testet të tilla. Kështu që në këtë kontekst ne mund të riorganizojmë dhe mund të krijojmë 3 ose 5 qendra të fuqishme laboratorike në varësinë e AKU-s për të kryer teste laboratorike. Atëre, të pyes konkretisht, si analizohet Bylmeti për shembull, sepse kemi denoncime që këtu jemi në kushtet e një tregu i cili shumë mbytur nga qumë shqiplur dhe që prish atë zinxhirin e asaj që ne prodhojmë, që edhe aty kemi mangësira, po është tjetër debat me ekspertët e bujqësisë. Ndërkohë ka disa raste që ne flasim edhe për mbetje radioaktiviteti, ndërkohë produktet e mishit kapin një shifër konsiderueshme rreth 180 milionë euro në vite import. Kush e kontrollon? Ky është një mish i cili shkon edhe në përpunim në fabrika. Si kontrollohen sot që flasim? Sistemi i inspektimit dhe i kontrollit të ngarkesave të importit për gjitha produktet, por edhe për mishin, është një sistem i cili fillimisht kryet në pikën e kalimit kufitar në doganat e vendit tonë. Aty kryen 2 kontrolle, kontrolli fizik dhe dokumentar fillimisht për të parë që është ngarkesa që vjen në përputhje me dokumentacionin ose jo, por para kësaj ka dhe një informim, një informacion që vjen për ngarkesat të cilat mbarten sistemet e gjurmimit të saj, që i çohet pastaj autoritetit kompetent, autoritetit kombëtar të ushqimit dhe të ushqimit. Kështu që ky është hap i parë. Ajo që i kërkohet vendit tonë dhe që është kërkohet që gjithë importet e mishit dhe produkteve të tjera, kryesisht me origjinë shtazore, duhet të vinë stabilimentet e licencuara të Bashkimit Evropian për këtë produkt. Dhe shumica e produkteve që të mishit kanë origjinë kryesisht flasim për mishin e gjedhit, kryesisht nga Brazili dhe nga Argentina, por ka edhe nga vende të tjera të zhvilluara, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet e Bashkimit Evropian, vendet e tjera të cilët kanë superprodhim të mishit ose gjen tregje të reverdishme siç është vendi ynë për të tregtuar këtë produkt. Dhe ajo që unë kërkoj dhe që mendoj, po i kërkohet këtij institucioni është që të kryej kontroll analitik për çdo ngarkesë të produktit që futet, që normalisht duket mjaft e vështirë, por është një garanci për konsumatorin. Kjo do thotë që çdo ngarkesë që futet duhet të kontrollohet edhe nga autoritetet e vendit tonë. Pra, duhet kryen teste, madje analizash për produktet për mishin kryesisht, sepse mishi është në top listën e produkteve të rrezikshme. Po. Nga ana tjetër, unë sipas informacionit që kam, AKU-ja kryen madje dhe analiza ose kontrole analitike të bazuar në vlerësimin e rrezikut. Por a mjafton kjo? Kjo është një metodë që e përdorin shumë vende të botës, në vende të zhvilluara, por për ushqimet të cilat kanë risk të lartë siç është mishi, është mirë që të kontrollohet çdo ngarkesë. Ndërkohë, ne kemi pasur raste të salmonelës që vjen si pasojë e mishit edhe të nën produkteve. Ndërkohë, pijet i kemi me kimikate, i kemi me ngjyrues dhe ti lexon tabelën aty që thotë bio. Pra, duket sigurimi në kushtet e një rreziku potencial shëndetësor për gjithë ata që janë të interesuar që të jetojnë shëndetshëm. Unë e them këtë edhe në raport me ato që thonë mjekët që po kemi një numër të rritur të pacientëve të cilët vuajnë nga sëmundjet kancerogjene, që është vërtet alarmante, por nuk kemi shifra për t'i mshuar dhe për t'a sjellë pra në vëmendje, por deklarat e mjekëve janë aty dhe mund të verifikohet. Qëllimi jo nuk është që t'japim këtë lloj alarmi, por të informojmë qytetarët dhe të përpiqemi sa mundemi që këtë përgjegjësi ta adresojmë pikërisht tek institucionet të cilat janë aty dhe funksionojnë në bazë të taksave të shqiptarëve. Sa kohë do duhet, zoti Sulaj, që ne ta rekuperojmë dhe si ndjeheni ju kur kjo vjen si një detyrim i cili sigurisht nuk është duhet ishte detyrim ndaj shqiptarëve njëherë, pastaj ndaj strukturave të Bashkimit Evropian, cilët ata i kanë rregulluar në raport me shtetet e tyre na kanë treguar që edhe kur ne këtu i vjedhim fondet e IPART i kërkojnë mbrapa, jo më diskutohet çështja e sigurisë ushqimore. Jo, ke plotësisht të drejtë, misioni i gjithë sistemit sigurisë ushqimore të një vendi edhe vendit tonë është kryesisht që
së pari të mbrojë konsumatorët vendas, pastaj konsumatorët e tjerë jashtë vendit dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Kjo është e përcaktuar dhe ligjërisht. Pra, ne duhet mbrojmë vetveten, pastaj të mbrojmë të tjerët. Kështu që lidhur me dy problemet që ju përmend më parë, me rreziqet biologjike dhe duke futur këtu rastin e salmonelave, salmonelat ka qenë dhe mbeten një problem mjaft i prek i sigurisë ushqimore. Sot rastet e salmonelave në botë, edhe në vendet e zhvilluara, janë të shumta për faktin sepse kështu është edhe cikli kontaminimit të salmonelave ose i transmetimit të infeksionit. Salmonelat janë disa patogjen të cilët ndodhen në traktin gastrointestinal të kafshëve bujqësore, në të cilat ne fitojmë produkte, kryesisht mishin, qumshin, vezët, por njëkohësisht ato ndodhen edhe tek aparati i tretës i njerëzve. Kështu që kemi një lloj kontaminimi të kryqëzuar dhe pavarësisht se ne mund të prodhojmë ushqime të sigurta brenda standardeve, mund të respektojmë të gjitha standardet e mundshme, mund të ndodhë kontaminimi i kryqëzuar nga njerëzit apo nga mjedisi. Kështu që në rastet salmonelave natyrisht është mirë që t'i kemi në numër të kufizuar ose t'i eliminojmë ato, por shpeshherë është e pamundur. Dhe ne do përballemi gjithnjë me këtë fenomen, me raste të shpërthimit të salmonelave në vendin tonë. Lidhur me problemin e dytë, problemi është që, më falni para se të filloj tek i dyti, problemi është se çfarë masas dhe çfarë programesh monitorimin e do të kemi për këtë patogjen. Do të kemi sisteme të kontrollit dhe survejimit të salmonelave në vend, sisteme të implementuara që natyrisht të marrin informacion, të kryejnë kontroll, matje dhe vlerësime analitike për produktet kryesisht me origjinë shtazore, sepse këto janë dhe burimi kryesor i infeksionit. Lidhur me atë që ju përmendët më parë për rastet e nivelit ose të substancave mbetjeve në ushqime ose substancave toksike, ky mbetet një problem që nuk shqetëson vetëm sistemin e sigurisë ushqimore të vendit tonë, por është një problem barbotëror. Mbotjet kimike në ushqime janë shtuar së tepërmi për faktin sepse edhe industria e përpunimit të ushqimeve të zgjeruar, janë shtuar numri aditivëve, janë shtuar kontaminimet mjedisore që vinë si pasojë e ndotjes së mjedisit dhe shkarkimeve industriale në mjedis. Dhe ne ndodhemi para një fakti që popullata e vendit tonë, por edhe popullatat e tjera në botë, ndodhen në efektin e ekspozimeve periodike të mbetjeve, të cilat shpeshherë nuk japin intoksikacione ose helbime akute me shenja klinike të dukshme, por japin efektin kronik të tyre pështrirë në kohë. Për faktin sepse nivelet e ulta për shembull të metaleve të rënda ose të mbetjeve të pesticideve, të cilat nuk japin efekt toksik të dukshëm, mund të jap efektin evonuar të tyre toksik, të cilat nuk shoqërohet me sindroma të tjera toksik, siç është shfaqja e tumoreve apo e llojet kancereve të ndryshëm. Unë do të përmend një fakt mjaft domethënës, të cilët edhe një statistikë që unë e kam marrë edhe nga disa miqtë e mi mjek, por edhe nga të dhënat që kanë publikimet shkencore lidhur me rritjen e incidencës të kancerit kolorektal. Do të thotë që pikërisht është kjo pjesë e aparatit të rretës që ekspozohet me mbetjet të ushqimeve dhe natyrisht mbetjet e substanca toksike janë shkaktarët kryesor të këtij lloji kanceri që natyrisht është rritur në numër kohët e fundit në vendin tonë. Pikërisht kjo tregon që ne është situata alarmante, ne duhet të marrim masa të menjëhershme për monitorimin e substancave toksike dhe mbetjeve toksike në ushqime. Në fakt ne kemi një plan monitorimi të mbetjeve, të cilat ne kryejmë në matricat të ndryshme ushqimore, ne kryejmë kontroll për mbetjet, por nuk mjafton me kaq, sistemi i survejimit dhe i kontrollit duhet të jetë më i gjerë. Ne duhet të kemi programe të veçanta për monitorimin e aditivëve në ushqime, apo programe dhe monitorime të veçanta për monitorimin e metaleve të rënda në komoditetet të ndryshme ushqimore apo matricat të ndryshme ushqimore. Përveç kësaj, ka një mori të tjera grupesh kimike ose sistemin e monitorimit ose të mbetjeve të medikamenteve në veterinar në ushqime, preferuar këtu për shembull monitorimit për mbetjet antibiotikëve,
ose substancave të ndryshme apo të hormoneve që përdoren në bujqësi në fani në blektori si promotor të rritjes. Pra, po flet për antibiotiku në vezë, për hormonet në mish, besoj, këtë duhet të kuptojmë. Këto janë më të ekspozuar atë për shtypjen. Tani, që situata është mjaft komplekse dhe unë duhet të theksoj që pikërisht ky është alarmi që është dhënë nga Bashkimi Evropian, sepse është një sistem i gjerë, mjaft dinamik, ku ka shumë hallka të cilat duhet të plotësojnë standardet. Dhe me që jemi tek standardet, u pyes dhe për diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Ne kemi patur denoncime të jashtëzakonshme të produkteve që tërhiqen, sepse ato janë të skaduara. Nuk po flas për ato që vinë 2 ditë e fundit nga Greqia apo këto vendet fshinje që kanë aty në limite, se kanë tjera standarde Bashkimi Evropian. Po flas për ato që i hiqen nga magazinat ose nga tregjet, futen në magazina, ripërpunohen, ju vendosen etiketa, se kemi pas skandale të kësaj natyre. Dhe pyetja ime kush është? A do duhet që ne të kemi një vend asgjësimi, si bëhet asgjësimi, sa transparent është i këtyre produkteve që mos kenë këtë fat që unë po them. Edhe të mishit, edhe të gjitha produkteve, sepse besoj asgjësimi ndoshta do të ketë kritere të ndryshme, por të kuptojmë njëherë se në çfarë faze jemi dhe me këtë proces që pastaj mos ta kalojë në sërish na vinë në tryez, duke u i falsifikuar dhe ne konsumojmë produkte të skaduara. Se e mbaj mend shumë mirë në krizën e thellë në Greqi, se dua ta them këtë. Ndodhi pra kriza e madhe ekonomike atje dhe çfarë jepnin media, që një vend i Bashkimit Evropian shihte që njerëzit po i drejtoheshin koshave të mbeturinave, sepse atje si pasojë pjesës të qenit në Bashkimin Evropian, produktet hidhen përpara 2-3 ditësh që janë ato ditët e fundit të skadencës. Dhe mori dhënë lajmi, jo vetëm në Greqi e në Shqipëri, por kudo, për që tregon realitetin atje. Mirë, po çfarë ndodh? Unë kam nga eksperienca në këto marketet tona, madje me emër, ke një kosht madh aty, ku thuhet produkte në ofertë, dhe ti vetëm kur shkon në shtëpi e kupton, se emri është i madh. Kur shkon në shtëpi e kupton që shiko se kjo që ka 2 ditë para skadencës, dhe s'mund t'ja japësh fëmijës atë produkt që është biskot, konfleksa, pra këto cerealet, etj. Lidhur me atë që thatë më para, lidhur me, po nis nga fundi me skadencën dhe me afatin e ruajtjes produkteve, natyrisht që jemi në një vend që akoma nuk është konsoliduar në gjurmëshmërinë e ushqimeve, prandaj ndodhin edhe këto fenomene, sepse gjurmëshmëria është një hallkë mjaft e rëndësishme. Ushqimi duhet gjurmohet që nga gjeneza, që nga momenti i prodhimit të tij dhe deri te tavolina e konsumatorit. Dhe shumë vende në botë dhe vendet e zhvilluara kanë krijuar sistemet elektronike dhe digjitale të gjurmimit të ushqimeve. Kompanitë e mëdha u vije detyrim të krijojnë software të tillë në mënyrë që të gjurmojnë ushqimet në çdo hap televizjes së produktit. Kështu që ne sistemet e tërheqjes në tregu të kompanive të mëdha, po edhe të atyre që prodhojnë ushqimeve, shpeshherë kemi sisteme jo efektive. Do të thotë që ne nuk jemi në gjendje që shpeshherë ushqimet që kanë kaluar në treg si pasigurta ti tërheqim ato dhe t'i azgjësojmë. Kështu që nuk kemi ato të quhen sistem in place për shkatërimin ose për eliminimin ose shkatërimin e produkteve ushqimore të pasigurta. Dhe shumë vende në botë kanë protokolle të veçanta për llojet e produkteve të ndryshme. Madje kanë krijuar dhe njësi për asgjësimin e produkteve, duke krijuar incerator të veçantë, apo duke miratuar protokolle të veçanta të cilat e drejtojnë kompaninë dhe e detyrojnë çdo lloj prodhuesit të ushqimeve të ndjekë një procedurë për asgjësimin e produkteve. Gjë që mungon në vendin tonë për faktin sepse kjo është shpeshherë gjurmohet produkti nëse është kthyer në kompani ose jo, ose në një market, dhe aty mjafton me kaq, por nuk gjurmohet më tej për të parë nëse produkti është asgjësuar ose jo, sepse ai produkt mund të futet përsëri në treg. Pastaj shkojmë tek asgjësimi, që duket absurditet, nuk e dim sa e kontrollojmë si hallk. Si e kemi infrastrukturën që ta mbyllim me këtë? Duhet ta lidh pak me afatin e skadencës. Është tmerrshme kjo, unë e kam has vet, prandaj më shoj kësaj.
Shiko, ka edhe një fenomen që ka ndodhur që edhe një nisëm që shmarë edhe në institucionet e Bashkimit Evropian, duke parë që burimet e ushqimit janë kufizuar dhe ushqimit bëhet gjithnjë më i shtrenjtë, ka disa produkte që mendohet, po akoma nuk është ligjëruar, që edhe mund të përdoret te afatit të skadencës. Referuar produkteve të tilla siç janë konservat, cilat kanë kaluar një trajtim termik dhe jeta e tyre mund të jetë për te jetës skadencës, por kjo duhet vërtetuar. Ka disa lloj produkte që janë drithërat ose produktet e tjera të pjekjes që edhe mund të shtohet. Dhe akoma për shkak të rrezikut që mbasi produktet, akoma nuk kemi në një akt ligjor që mund të ndryshojnë në këtë drejtim. Po kur bëhet fjalë pastaj për produkte me rrezikshmëri të lartë, siç është mishi, qumshi, vezët, apo në produkte të tyre, këtu nuk mund të diskutohet fare për zgjatjen e jetës skadencës. Por ka një moment. Zgjatja e jetës bëhet fjalë për zgjatjen të kufizuar, bëhet fjalë për ditë, për disa ditë që mund të shkojë 3-4, maksimum 1 javë, dhe jo më tepër. Unë besoj që ne nuk jemi në gjendje ta kontrollojmë. Jo, nuk e si teori jam në rregull, po duke parë këtë kaosin që është tu tek ne. Unë po të tregoj që as Bashkimi Evropian, pavarësisht që ka nisma në politikë bërës, ka nisma në kompani të ndryshme, në shoqata cilët kërkojnë që produktet mos hidhen. Bashkimi Evropian është shumë kategorik në vendimet e vetë dhe nuk ka lëshuar në këtë drejtim, nuk ka miratuar asnjë akt ligjor për të përdorur ushqimet për te i afatit të skadencës, sepse në kontekstin e standardeve dhe shkencor, çdo produkt që kalon afatin e skadencës quhet produkt i pasigurt. Kaq, të qartë. Faleminderit, Zysule. Kjo është një çështje që ne besoj do të na bëjë sërish së bashku, sepse do ta shohim hapasapi aty që ishte një deklaratë e kryeministrit me atë se çfarë realisht do të bëhet në kuadër të investimeve, të titullarëve, të atyre që do ta drejtojnë këtë institucion. Unë them do të varet ndoshta nga AKU-ja, por mund të jetë edhe përtej kësaj dhe shpresoj fort që ne mos jemi pjesë e Bashkimit Evropian si pasojë një vendimarrje e cila është geopolitike, por këtë moment ta shfrytëzojmë në të mirë të mirëqenies tonë, të jetës tonë. Për çdo lloj vendimarrje që marr Bashkimi Evropian edhe mund të ketë për shembull efekt geopolitika, po kur flasim për sigurinë ushqimore, aty nuk lëshon njeri sepse kërcënohet jeta dhe popullata e komunitetit evropian. Kështu që duam apo s'duam ne, këtë do ta zgjidhim. Unë shpresoj që edhe në nismat politike që merren, ndoshta ka ardhur koha që e gjithë politika dhe gjithë shoqëria të kuptojë që pa krijuar një model të ngjashëm me Bashkimin Evropian, ne nuk futemi në Europë. Është e pamundur që ne Europa na pranojë pa patur një sistem të sigurisë ushqimore të ngjasoj ose të jetë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Realiteti është i hidhur, sepse çfarë ndodh? Ne për shembull fermerët tanë, blegtorët i shkatruan, po të shikosh në instat, qumshi është me pikatore, ndërkohë këtej vazhdon vjen ai qumshi plur, ne na shkruhet bio, domethënë nuk kemi bërë një politikë që t'i paraprim kësaj, nuk di se çfarë do thotë ky start i fundit, nëse do të mjaftohet vetëm me laborator, me njerëz të cilët janë të profilit, me ligjet posaçme, por treguesit nuk janë ato që ne kemi pritur, të paktën deri më tani. Sistemi është shumë kompleks. Po, pa diskutim. Është mjaft kompleks. Janë faktorë një element përmenda në interesa që ndërthuren në shumë çështje në lidhje të ndryshme dhe natyrisht që për të plotësuar dhe për të krijuar një model të tillë të ngjashëm Bashkimi Evropian, qoftë në gjitha drejtimet nuk është e thjeshtë. Kërkohet kohë, kërkohet punë, kërkohet angazhime të cilat duhet ta kishim krijuar një model, duhet kishim me disa baza të forta, po. Vullnet politik dhe angazhim natyrisht institucional dhe shoqëror për të përmbushur gjitha standardet që kërkohen. Faleminderit edhe një herë. Ditë të mbar. Faleminderit. Ju përshëndes. Gjithçka është dhe në faqen tonë zyrtare, mcn.tv.al.